Kina një dhoma i djallit falke, thash me kam për fol bab. Tha me një shok, thash ku o shoki? Se shesha në dhomë bëqaj, unë për një merë pak, të vje ku o shoki, thash bab. A ma mirë ka qenë shoshnia jonë e vjetra, a tash kë shoshnia re që po buhet me një mesazh, me një TikTok, me një diçka dhe e kam shok, valla, Albanin në ne, kom folë 2 herë në Instagram me to. Përderi sa moni sonte jemi mbledh me shoshnin e vjetër, dihet që gjithmonë ka vlerë ma shumë shoshnia vjetër, edhe gjithmonë mbjetën shoshnia vjetër. E këshëndru në i sekund shoshnin e vjetër me tren? Asnjëherë. Ose s'keni opcion tjetër? Po, ma thim në shumë të shoshnia se tje. Nuk është për ata. Qa menon ti shoshnia e vjetër e jone që kemi pas ma herët, ka dalima, pa është ma okej kjo e reja ta që është ndërtu? Jo, këta trit janë të arë të e hub konceptin e shoqnis. Për ta janë këto grupe që i bujnë online, që aja shoqni. Ta është edhe këta gjystikat e Sony PlayStation, jeshin mikrofon. Kina një dhoma i djallit falke, thash me kam për fol bab. Tha me një shok, thash ku o shoki? Se shesha në dhomë bëqaj, unë për një merë pak, të vje ku o shoki, thash bab. Janë i tham jak në një dhomë, të o gjithë, shoki tha mrena, ku më mrena, e kështu shatë gjystikun. Allo, kura im njëti a i shoku atje. Kështu që këta shoshni e kanë qëta. Kryoj një dhomë birë, e kryoj një dhomë, hinë lujnë me një dhomë, qa e shoshni atymbe. Do më thonë, s'ka sigur na, hajde ilo dolim, pim, son të rrim, shkojmë, knaqim, shkojmë të Alboni. Ja, më shfarti. Ti mendon që është ma mirë tash ke shoshni e reja se Jo, absolut, heq jam pro kësaj gjeneratës 3 edhe pro qëtyne regullave që i kam bo, jam pro shoqnis të vjetër, unë ganën e kam shoqe shumë vite. Po, jena rrit bashk, jo me kongë edhe bashk. Kështu që unë jem pro shoqnis të vjetër, pro shoqnis sinqert, edhe pro dashnis me marë taman se ajo virtuale ka laj me gishta. Po, jo, se e kam një shok, kur e thiri në telefon, thët, a di qka thët, le folim kur takomi të avëllin, se nuk e di qëfar me mi ka bën ti kur folim me mu. Shumë fjallë me vend. Se gishtat kolaj shkrun. Kolaj thuti kujt abdi nuk ka marrë malli me të pas, më ka që unana me logujën. Njonin e thërshën, më thiri njën në telefon, e thash, tha ku jemi, thash qenë Shkop. Ku ben Shkop, tha jem të pota për mas të jem. A i shkonë mas me, unë mënua mës mu taku me të, thashem Shkop, a i kish po. Kështu që kjo po më të kërë të shajo. Arani na jarë. Po, arani na jarë. Me raste, Miliot, adin me na udasht, me metë fort si ngusht, me kam pytje, ti qka fort ngusht, Edhe po nëse valoj. është rënë e bardë, Po, okej është. abdi Ose ka rënë e bardë. E pa dëmtushme. Shoshni e vjetër. Si po rënë të borë. Ti ki ma shumë probleme me këngëtarët e gjeneratës të vjetër, a me këngëtarët e gjeneratës të re? Ja, fatmirësisht me asë. Jo, po flas kërkesat, në ashtu shpreja keq. Kërkesat i kanë më të moja gjenerata e vjetër apo gjenerata e re? Po, këta, për shembull, këngëtarët tash që kanë fillu, këta janë pak ma të... Ma të letë, po thu, me punu? Jo, nuk jo ma të letë, po... Ma pa përvoj. Ma pa përvoj, ma kërku se nuk e kam përvojën... Mirë bre tik, s'kom qorë pa ndërprej këtu. Ku pe gjon ti atë pozitivitet? Unë serë kom gjiru klip me Tikin, që këtë klipet e fundit që një 10 vjetë, veç Tikin e i bon, kur se takova një erë nervoz. Unë i thëmë edhe një skin, okej. E thini unë në telefon, kena me gjiru, okej. Edhe krejt pun t'i krynë. Ku pe gjon të në këtë energji? A nashta që i takon shoshnis të vjetër? A që kjo është, a? Atëre, do të gjithë për Tikun.